Udhëheqësit evropian po përpiqen ta paraqisin një front të bashkuar në Davos të Zvicrës pas kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifeve ndaj vendeve evropiane që kundërshtojnë përvetësimin e Grenlandës nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Francës tha se Bashkimi Evropian nuk duhet i nënshtrohet ligjit të fortit, duke shtuar se është çmenduri që bloku detyrohet të shqyrtojë përdorimin e instrumentit të tij kundër shtrëngimit të Shteteve të Bashkuara. Ne besojmë se kemi nevojë për më shumë rritje, kemi nevojë për më shumë stabilitet në këtë botë, por nuk e parapëlqim respektin para bullizmit ta Macron në takimin vjetor të Forumit Ekonomik Botëror një ditë pas mbërritjes së Trumpit në Zvicër. Pa ju referuar drejt për drejt Trumpit, presidenti i Komisionit Evropian theksoi nevojën për t'u përgjigjur ndryshimeve sismike në botë dhe tha se shpejtësia dhe shkalla e ndryshimeve kanë krijuar një konsensus në Evropë për pavarësi. Është koha ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe ta ndërtojmë një Evropë të re të pavarur, tha ajo në një fjalim. Kryeministri i Belgjikës tha se bloku me 27 anëtar ndodhet në udhëkryq pse i duhet të vendosë si të dalë nga një pozitë shumë e keqe pas përpjekjeve për të kënaqur Trumpin për të siguruar mbështetjen e tij për luftën në Ukrainë. Pra ne duhet të bashkohemi dhe të themi Donald Trump, po i kalon vijat e kuqe këtu, ose qëndrojmë bashk ose do të qëndrojmë për çfarë. Trump njoftoi të shtunën vendosjen e tarifeve ndaj importit nga vendet mike evropiane, të cilat e kundërshtojnë përvetësimin e Grenlandës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Grenlanda është një ishull gjysmë autonom që i përket Danimarkës. Qeveritë evropiane, të cilat po përballen me sfida gjithnjë më të mëdha nga partitë populiste dhe nacionaliste, kanë qenë të ndara për mënyrën se si duhet të përgjigjen kërcënimit me tarifa, duke ruajtur njëkohësisht mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën. Macron tha se Evropa nuk duhet të pranojë një botë ku forca bën ligjin dhe bëri thirrje për veprime të guximshme për të mbrojtur industritë evropiane. Vendet evropiane thonë se kërcënimi i Trumpit për tarifa të reja do të shkelte një marrëveshje tregtare të arritura me SBA në vitin e kaluar dhe udhëheqësit e BE-s pritet të diskutojnë kundër masa të mundshme në një samit emergjent në Bruksel. Megjithatë, sekretari amerikan shprehu besimin se Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane do të gjenin një zgjidhje do të shmangnin atë që në disa kanë paralajmëruar se mund të shndërrohet një luftë e zgjatur tregtare. Ndërkohë, i dërguari i SBA-s për tregtin paralajmëroi vendet evropiane që të mos e përdorin bazukën e tarifeve kundër vendit të tij, duke thënë se kjo nuk do të ishte gjë e mençur.